Rivaldi Katalonjës po lë fushën si pasojë një dëmtimi dhe Oliver Harton po futet në fushë. Dhe tani zbavit, Oli. Kjo është ajo që kam undëruar gjithmonë. Po, ja ku hyri Oli! Ja bëj të ndërrojmë! Oli, bëj një gol! Po! Ej, ai është Harton, kampioni që luante në skuadrën e dytë më parë. Është djali që ka bërë 10 gola dhe ka dhënë 10 pasime në pak ndeshje dhe pastaj e zgjodhe në skuadrën e parë. Dhe nëse nuk gaboj, ka qenë kolçënuesi më i mirë i skuadrës së dytë të Katalonjës. Më thuaj, është ai? Është pikërisht ai, e njeh edhe ti, apo jo? Mund të vësh bas për këtë djalosh. Të gjithë ne tifozët e Katalonjës e njohim shumë mirë. Po, tamam, unë nuk kemi vetmi që bëj tifo për të. Të gjithë tifozët e Katalonjës e njohin dhe e din që është më i forti. Ej, djalë, eja të bëjmë tifo për të. Forca! Jepi, Oli! Të lumt, je më i miri, jepi! Dhe sapo hyri në fushë japonezi Oliver Harton. Forca Oli, tregoju se kush je, jepi! Oli po luan në stadiumin e ëndrave të tij. Ja ku hyri Oli. Gjithmonë kam luajtur duke menduar që vetëm të fitoj. Dhe njerëzit thoshin se isha roboti i futbollit. Duke luajtur kundër tij, kam provuar emocione të forta. Jam shumë i lumtur që po përballem përsëri me të. Dua vërtet që ta fitoj këtë sfidë. Oliver Harton është lojtari i parë japonez që luan në kampionatin spanjoll. Të shohim nëse do të jetë në gjendje të arrijë në nivelin e rival që sapo e ka zvendësuar. Do të përballem me Santana në këtë stadium të mrekullueshëm. Loja filloi. Nuk mund të shpresoja më shumë. Apo jo, Santana? Alberto manovron në anën e djathtë. Gjithmonë ai është në skuadrën përpara. Tani ndryshoi lojë. Është për ty. Jam gati. Bernard pret topin. Jepi! Ndërhyn Santana dhe merr topin. Akoma jo. Një hedhje saktë mbi kokën e mbrojtësit. Dhe tani, do shunoj. Ja dhe një rëshqitje Albertos, por Santana e kalon atë. Ne duhet ja dalim pa rivalin. Jam gati. Santana u bllokua. Të lumt, lëvizje bukur! Botoj e mirë. Nuk do të shkosh as gjikundi. Santana bën një pasim në një hapësirë të lirë. Po. Mos e lër të ik. Topi po kthehet pas me shpejtësi, është një intuitë e shkëlqyer. Loj shumë e bukur. Santana ecën me topin në këmbë. Ej, ty mos u bëj arrogant. Ne të dy jemi mbrojtësit e Katalonjës, mos e harro këtë. Do të bëj fintën e ti. Do provoj të kaloj mes nesh. Çfarë? Fantastike, ka kaluar dy mbrojtës me një lëvizje të vetme. Çfarë intuite, nuk është parë kur një gjë e tillë. Dhe tani do tentoj të gjuaj.
Jepi! Një ndërhyrje shkëlqyer e Hardon. Po, kështu. Të lumt, nuk kam për të ndaluar dot. Shkruajtje e bukur, Oliver kështu Harton. vazhdo. Topi niset përpara. Jepi Oli! Mos talo! Ja ku jam, Grandios! E jotja! Grandios e pason tek Hardon. Përgatitu, Alberto! Kur të duash. Nuk të arrish të më kalosh. Kurajo, Bernard! Shko përpara! Tani është Hardon ai që bën manovrime. Jo keq, Oli. Bëj gol, Oli! Santana ndërhyr për të ndërprerë sulmin e Hardon. Çfarë? Kaloj topin mbi këmbën time? Lëvizje shumë e bukur. Oli arriti të kalonte topin mbi këmbën e Santanës. Një ide shumë e mirë. Topi arrin tek Bernard. A do ta gjuaj? E ndaloj unë. Bëj e ti, Oli. Shumë mirë. Dhe është gol! Gol i riu Oliver Hardon e çon në barazim rezultatin në minutën e fundit. 2-2. Jepi! Oli! Je më i miri! Le të bëjmë dhe një gol tjetër, Oli. Dakord. Ke luajtur shumë mirë sot, Oli. Edhe ti nuk ishe keq. Por herës tjetër, ti nuk do të arrish të më kalosh. Do ta shohim. Nuk kisha luajtur kur me skuadrën e parë. Këtë ndeshje do ta kujtoj gjithmonë. Bëre një lojë të bukur, Oli. Të lumt. Shumë mirë, Oli. Ky është një hap përpara në karrierën tënde, djalë. Je fantastik, Oli. I mrekullueshëm. Oli, ti je heroi im. Lojtarët më të mirë të botës e shfrytëzojnë rastin e parë që u jepet. Oliver Harton është bërë një kampion i madh. Është deputimi i tij në kategorinë e parë. Dhe ai ka luajtur në mënyrë të shkëlqyer dhe nuk ndihet mungesa e ripaulos. Jam i lumtur. E kam pritur shumë gjatë këtë moment. Oli po e tregon veten. Do e ketë mundësinë e ti derisa ta kem marrë veten unë. Edhe Santana. Lojtari i ri ardhur nga Brazili është shumë i zoti. Shumë mirë, Oli. Unë dhe Santana do të vim në vendin tënd për zhvilluar botrorin. Do e sfidojmë kombëtaren japoneze. Unë dhe ti do të luajmë në të njëjtin pozicion. Do e zgjidhim këtë punë një herë për gjithmonë. Dhe atëherë do ta marrin vesh se kush është numri 1 i botës. Një ndeshje shumë e fortë po zhvillohet këtu në stadiumin e Piemontit. Asnjë nga dy skuadrat nuk po arrin ta kalojë mezin e fushës.
6 minuta për ta mbyllur këtë takim. Rezultati është akoma 0-0. Cila nga dy skuadra do të dalë fituar nga fusha e lojës? Tregoma ato që ti të bësh, Lenders. Lenders, po të lët luash 5 minutat e fundit të ndeshjes. Unë kam besim të ty. Zhbllokoj rezultatin. Po, zotri. Është një zëvendësim nga ana e Piemontit. Lenders, Mark Lenders. Shumë mirë. Wilhelm është në zotrim të topit dhe vrapon nga ana e djathtë të fushës. Ashtu. Urajo, Wilhelm. Lenders, më trego gjithë shka që di të bësh. Unë nuk jam një lojtar, çfarë do? Me sa duket aftësit nuk i mungojnë ati djali. Unë e njo pikën tënde të dobët, nuk do më ikësh, Lenders. Çfarë? Po si? Jo keq. Të bëj gol. Për këtë jam servitur gjithë jetën. Dua të vazhdoj të luaj me këtë skuadër. Duhet japësh forcën të dyja këmbë. Vazhdo dhe mos u ndal. Ke edhe 40 sekondë. Bëj sa të mundesh, djalë. Po, sigurisht. Do të ndaloj unë. Lenders e pason pas tek Wilhelm. Dhe tani më trego se sa i zoti je. Atëherë përgatitu që të kapësh gjuajtjen e tigrit. Dhe shkoj! Lenders ka bërë një gjuajtje të pakafshme në portën kundërshtare dhe ky është goli i parë në skuadrën italiane. Mark, ishe shumë i zoti, ja dole mban. Dhe këtu mbaron ndeshja. Piemonti fiton fal një goli në momentin e fundit nga Mark Lenders. Shumë mirë. Tani mund ta them se Lenders është një lojtar shumë i zoti. Dhe ky është vetëm fillimi. Ndeshja e fundit e Bundesligës ka vënë përballë Rodburg dhe Grunwald. Njërës prej këtyre skuadrave do t'i jepet titulli i kampionit. Formacionet sapo kanë nisur lojën dhe pritet vërtet një ndeshje e ashpër. Do të fitojmë ne. Do t'ju mundim dhe do të bëhemi kampion. Do ta marr topi Schneider. Kujdes Benji. Këta nuk do ta kapësh dot, Benji. Do ta kap. Jepi! Vazhdoni në kundërshtor ndjema. Schneider, ti nuk do të arrish kur të më mundësh dot. Jam portieri më i mirë i botës. Këtë unë nuk po e bëj për vete, por sidomos si Japonia të bëhet kombëtarja më e mirë e botës.
kaluar shumë kohë. Oli, duhet të realizojmë ëndrrën tonë. Të fitojmë kupën e botës së bashku. Dhe do t'ja dalim. Nuk mund të pres dot më. Mezi po pres të luaj me Olin. Ai po që është i nivelit të parë. Keni ndërruar gjithmonë botrorin dhe tani ja ku jeni. Cili është objektivi juaj? Vetëm një. Kuptohet që të fitoj. Po bëjmë një provë. Numri 20, Rodendon. Numri 14, Julian Ross. Numri 1, Benji Price. Numri 11, Tom Becker. Numri 9, Mark Landers. Ti po marr pjesë në këtë kampionat botror me kombëtare në futbollit të Japonisë, Mark Landers. Tregoj gjithë botës se sa i aftë je. Jepi. Me numrin 10, kapiteni Oliver Hardon. Jepi! Forca! Më në fund, kjo është ajo që Oli ka ndërruar prej kohësh, që kur ishte i vogël. Duhet të bëjmë tifo për të, zemër. Ha! Jam krenare për ty. Më në fund arritet të vish deri këtu, Oli. Jep më të mirën tënde. Mos u dorëzo kur. Lufto për të ardhmen tënde. Jemi në këtë fushë për të luajtur shanset tona. Por objektivi ynë nuk mund të jetë vetëm ky. Ëndra jon sa po ka filluar. Do të bëhemi numri 1 i botës. Këtu fillon çdo gjë. Lojtarët e të dyja skuadrave po pozicionohen në fushën e lojës. Pabesueshme. Stadiumi po drihet nga të bërtiturat e publikut. Kemi shumë tifoz dhe nuk mund t'i zhgënjeni. Ky është rasti jon më i mirë. Forca djema, le t'ja dalim ba. Oli. Ja ku jemi më në fund, Oli. Le t'u tregojmë njerëzve futbollin e vërtet. Ja ku jemi, Oli. Rivaul, Santana, Hevi dhe trajner Roberto. Oli, jam i lumtur që ti jemi këtu në Japoni ku u njohëm në fillim. Nuk mund ta përshkruaj atë që ndjej në këtë moment. Është një nder për mua, Roberto. Është era e parë që jemi kundërshtar. Tregon se sa i arritur. Por kujdes, skuadra ime është shumë e fortë.
Marcial. Con molta decisione, quando inizia l'azione, sono pronti a difendere.